Si do të jetë vera e vitit 2025 për 12 shenjat e horoskopit? Dashi, këtë verë do t'ju duhet të balanconi impulsin tuaj të natyrshëm me durimin. Do të ndjeni të shtyrë të përfshiheni veçanërisht në aspektin krijues dhe në marrëdhënie, por është e rëndësishme të shmangni nxitimin. Sfidat do t'ju ndihmojnë të gjeni mënyra të reja për të shprehur energjinë tuaj pa e tepruar. Jeni të guximshëm, por edhe të mençur në shpërndarjen e forcës. Dikush nga familja do të ketë nevojë për përkushtimin tuaj. Demi, do të kërkoni qetësinë larg kaosit të verës. Kjo stinë ju fton të zhyteni më thellë në vetë. Demi, do të kërkoni qetësinë larg kaosit të verës. Kjo stinë ju fton të zhyteni më thellë në veten tuaj, të rizbuloni çfarë ka vërtet rëndësi dhe të kultivoni paqen e brendshme. Çështjet praktike dhe puna do të kërkojnë përkushtim, por është ekuilibri juaj i brendshëm ai që do të bëjë diferencën. Me durim dhe qartësi do të ndërtoni themelet të qëndrueshme për të ardhmen. Mos e vini karrierën përpara gjithçkaje. Binjakët, kurioziteti juaj do të jetë forca lëvizëse e verës. Do të ndjeni të tërhequr nga udhëtimet, njohjet e reja dhe përvojat që pasurojnë mendjen tuaj. Megjithatë, kujdes me shpërdorimin e energjisë. Zgjedhja e drejtë e aktiviteteve do t'ju ndihmojë të jetoni momente me kuptim. Komunikimi do të jetë arma juaj më e fortë. Në aspektin financiar, priten surpriza pozitive. Gaforja, vera do të sjellë emocione të thella dhe reflektime të rëndësishme. Do të ndjeni më mbrojtës ndaj të dashurve dhe do të dëshironi të krijoni një midis të sigurt. Miqësitë do të forcohen nëse dëgjoni me zemër hapur, ndërsa tensionet familjare do t'ju shtyjnë drejt kompromisit. Pushimi dhe kujdesi për veten janë të domosdoshme. Mos keni frikë të shpreheni siç jeni. Luani, do të jeni në qendër të vëmendjes këtë verë, plot energji dhe dëshirë për të ndriçuar. Kreativiteti, udhëtimet dhe mundësitë për rritje personale do të jenë të shumta, por kujdes në marrëdhënie, shmangni tendencën për të dominuar. Forca e vërtetë qëndron edhe te dëgjimi dhe ndarja e problemeve. Lërni veten të befasoni nga pasionet të reja dhe nisni të planifikoni diçka me vlera fatgjatë. Vygjëresha, kjo verë do t'ju nxjisë të bëni pastrim të brendshëm dhe të jashtëm. Mund të ndjeni nevojën për të lënë mënjan të panevojshmet dhe për t'u përqendruar në ato që ju ushqen vërtet. Puna dhe studimi do të kërkojnë disiplinë, por edhe fleksibilitet. Aftësia juaj për t'u përshtatur do të jetë çelësi për ta kthyer çdo vështirësi në mundësi. E kaluara mund të shfaqet sërish, përballeni me të me qartësi. Peshorja, dëshira për harmoni dhe estetik do të udhëheqë verën tuaj, sidomos në sferën sociale. Do të tërhiqeni nga takime frymëzuese dhe ambiente të bukura, por keni kujdes të mos humbni veten duke u përpjekur t'i kënaqni të tjerët. Vendosni kufi të qartë dhe mos ndjeni faj për këtë. Vetë respekti do të jetë dhurata më e madhe që mund t'i bëni vetes. Forca juaj është në balancën që dini të krijoni. Akrepi, vera ju fton të zbërtheni thellësitë e shpirtit dhe të punoni në transformime të brendshme. Përballuni me frikërat tuaja pa hezitim. Ky është çelësi i rritjes së vërtetë. Kujdesuni për shëndetin dhe mirëqenien fizike. Marrëdhëniet intime do të thellohen nëse hapeni me sinqeritet. Një pushim i gjatë dhe i këndshëm do të ndihmojë në ushqimin e mendjes dhe shpirtit. Shigjetari, do të ndjeni të papërmbajtshëm për aventura dhe liri. Udhëtimet, njohja e kulturave të reja dhe të mësuarit do të jenë në qendër të vëmendjes, por mos harroni detyrimet e përditshme. Ekuilibri mes detyrave dhe argëtimit do t'ju sjellë lehtësim. Entuziazmi dhe optimizmi juaj do të jenë ngjitës, duke ju sjellë miq të rinj. Ëndrat do të jenë të mëdha dhe të realizueshme. Britsjapi, kjo stinë do t'ju shtyjë të rishikoni prioritetet, veçanërisht ato që lidhen me familjen dhe shtëpinë. Do të jetë e rëndësishme të gjeni balancën mes dëshirës për pavarësi dhe detyrimeve ndaj të tjerëve. Puna do të kërkojë përkushtim, por mos lini pas dore relaksin dhe kujdesin për veten. Durimi do të jetë aleati juaj më i mirë. Në dashuri qëndroni të lidhur me realitetin. Ujori, vera do të jetë një kohë inovimi dhe eksplorimi të ideve të reja. Projektet inovative dhe idetë origjinale do të dalin në pa, së bashku me nevojën për lidhje të sinqerta me njerëz përreth. Kujdes, mos u mbyllni në mendimet tuaja. Hapja do të sjellë zgjedhje të shkëlqyera. Do të jetë një verë zbulesave personale dhe kolektive. Dashuria mund të vijë në mënyra të papritura. Peshqit,
Vera ju çon drejt ndjeshmërisë, krijimtarisë dhe ndoshta një nostalgjie të lehtë. Intuita dhe ëndrat do të jenë guida juaj, por është e rëndësishme të mos humni kontaktin me realitetin. Kujdesuni për mirëqenien tuaj fizike dhe emocionale. Marrëdhëniet do të jenë burim frymëzimi dhe ngushëllimi. Keni kujdes me financat dhe përpiquni të mbani një qasje të matur ndaj shpenzimeve.